keni mujt me pa hymjen, ndoshta dhe pak atmosferë, po nuk keni mujt me përjetu që përjetu na. Kështu që nuk lejohet kur gjë filmohet mrenda për mrenda. E keqe, po vini vetë bashkë me pasturin edhe përjetoni edhe jo vetë. Jemi njëra ndër prej plazhave atyja që konsiderohet që është njëra ndër më të mirave në botë. Kështu që ofër hotelit më të mirit në botë, cilësuar me 7 yje. Na e kena ditën relax sot, krejt ekipi, e pat që hyn gjithë ekipi mu la. Pa shishët ujit asun as kamermani nuk bën, për shkak se këtu po thonë që është temperatura 40, po më duket 500 është tash, çfarë temperatura është. E juve ju them qëndroni bashkë me ne për shkak që e kom pa dikënd që s'kam ju marrë mendja kënd e kom pa.
Si je, a dhe këtu. A je mirë? Ju thash shikuesve, thash, unë jem plazhën ndoshta që cilësohet njëra prej më të mirave në botë. Edhe thash që s'keni me prit, as me paramendu kënë këmë taku në Dubai. Për që Afërdita Demaku bashkë me bashkëshortin është kënaqësi e madhe që takohemi midis Dubait kështu. Faleminderit shumë gjithashtu. Hajde. Hajde ulem rahat shlirë është qefi. Jena keq, ishte pa hajde. Jo, qështu edhe ma mirë jemi. Hajde. Hajde moro. Hajde, po, hajde, ec këtu, jemi bashkë me Afërdit. E di që sezonën e ki pas ngarkume, i ki kry dosmat, e ki bo njetë pare të dosma e po do këtë mi hargju këtu. Është e vërtet. Po, është e vërtet, është knaqësi e madhe në tonë drejten me konë këtë vend kaq të bukur, që ka ditë veç Zoti me kriju. Gjithashtu këto të mira normal që edhe vetë njerëzit i kanë bo me tonë të drejten. Po më pëlqen jashtëzakonisht shumë edhe u kënaqem. Afërdit? E nuk është veç kjo që jemi konë këtu, po kemi qenë në Turqi 2 herë, kështu. Që saja keni njësë ultime, se e mora vesh pe këtu i Tajlandin i ka të një me shku, kështu që... Me të zotit, që tash kemi balë, kemi punu... Jo, nuk është balë asë njëherë, por do të punojmë edhe normal që edhe do të vizitojmë edhe vendet tjera, jo veç këtu edhe Tajlandin edhe shumë vendet tjera që... Deri në Bora kemi do plan më shumë. Po, ati është fundi mendoj. Jo, fundi është Australia. Po, në Australin pa tjetër. Sa kom po në ardhë është ma larë sot. Vallajon e thash s'ka me taku asë një shqiptar këtu. Më thash nashta, po shqyqër Zotit, që ka arë mundësia gjithë në orë. Dhe jam shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur që gjithë shqiptarët ju ka arë mundësia me shku çdo vend, me pa, me vizitu. O shumë interesant që unë kom taku edhe, kom taku shumë vende gjatë këtyre ditëve edhe kom bo shumë fotografia, po jashtë kamerës, nuk rëshim me dalë në kamerë, sidomos shqiptarë që jetojnë në Gjermani, kryesisht që jetojnë në Gjermani ishin, shqiptarë Prizrenit, Shqipërisë, dhe më tonë, kom taku këgja shumë. Okej, nuk po du me folë për ata, për kërkant, po du me folë për juve. A jeni të mujtë me shiju, ta mund që është duhe? Valoj, po, u knaqëm. U knaqëm. Kemi ardhë vetë, po më vjen keq prej fëmijëve që i kemi lanë në shtëpi, po është shkolla, mësimi, kështu që s'kanë mujtë me ardhë. Kemi ardhë vetë, me shoqni, edhe u knaqëm. Po i shijojmë temperaturat pak pa përballueshme për neve në këtë muaj. Mos po shkojmë për 45 po shkojmë temperatura. Mi po për ditës katë kena fillu më adaptu. Edhe ose na pëlqy shumë, ushqimi, që më kalon përshtypje shumë të madhe edhe me dashme pi alkool, nuk kish do alkool kërkon. Bili pak të vike me kesh me po me kërku alkool, çudi e madhe. Po pas të organizmi pak edhe krejt. Jashtëzakonisht mirë, ma mirë se që kena pritë të bëj. Kemi vizitu gjitha. Që ato do është, a mujtet me vizitu heq vende, a mujtet me pa, qëka nga përshtypje? Po jemi konë e kemi vizitu këtë formën e Palmës, ato shtetet që jenë ato gjitha shtetet evropiane. Djemi konë kjo Burj Khalifa, kjo ndërtesa me dyta në botë. Atë shkuria ma e madhe për mu, unë jem kënaqë, jem befasu. Sot kemi në cërmen për safari, nesër, Abu Dhabi, kështu. Shkur të trupin, imi orë mu kënaqë edhe me shiu. Nuk ka gjë më të mirë, domethënë kur faktikisht edhe viziton vendet bukura edhe në anën tjetër edhe inspirohesh. Allah hila, a çkoj mendja në ai spot, më thon, për vi për baj. Allah hile çdo herë, se na edhe kur shkojmë me pushu, normal që çdo herë mendjen e kemi te këngët e spotet. Unë veç e përfundova një spot para se me ardhë këtu, edhe besoj që tash do del sot edhe spoti.
Kjo gjërat shtrejta, se do në këtë brendet botënore ishin edhe këtu, po sa mujta me rrejt me çmime pak më të larta se sa në për Evropë këtu. Kështu që me marrë diçka tradicionale këtu, me rujt si kujtim është mirë. Se, po thamë si nuk vihet shpesh në Dubai, ma mërmenja nuk e dija mund të marrë edhe një hera, nuk mund gjatë jetës. Si dihet. Qëra, na po jetojmë larg, po prapë se prapë nuk është larg. Nuk është larg, 6 orë prej Turqisë, domethënë deri këtu. Një natë pushon Turqi, vjen deri këtu edhe kështu që nuk është edhe qaq larg, po mbi gjitha duhet gjithmonë me shpresën që vim prapë. Po. Ne kemi udhëtu edhe vende tjera që kanë qenë edhe shumë më larg, për shembull në Kanadë kam qenë. Atje ka qenë edhe shumë më larg, po mirë, atje kemi kalu jashtëzakonisht mirë, një vend që zdi. Me thonë drejtin kisha pas qef në erë Kosova, bre mu bo qashtu. Ata qenë dë ujë. Veç dë ujë me që, veç pak, veç qëtë pjesën me që në Kosovë, ishëm kënaqë nga krejt. Jo edhe Kosova është e mirë, po normal. Rregulli, pastërtia, funksionimi i ligjit, po në një lloj fjalë se në shtetet arabe s'funksionon, po këtu ma mirë se në Gjermani, ma mirë se në Zvicër po funksionon gjithçka. Që sa ditë kemi ardhur diçka pa pasur nuk po shohim, diçka pa rregull nuk po shohim. Më kalon përshtypje edhe mua, sidomos që edhe vendet caktuara për më pitë cigaria, as nuk guxon vende publike domethënë më pitë cigaria. Kështu që në vendet e Evropës ki mundsinë me gjatë rrugës, këtu as gjatë rrugës. Jo, nuk kish shanca me gjuaj as një letër më të vogël. Jo, s'kam. Okej, unë veç për ju them kaloni mujin e mjaltit. Mas sa viteve, se e di që po, atë natë periudhë s'keni pas mundësi, kështu që shijojni, kënaqeni. Valla po kënaqemi ju, kënaqem. Faleminderit ju që keni dalë këtë pull, ke rasti që u takum këtë rastisht. Po, po ndje mirë shumë, po na kemi marrë disa kujtime me foto, po kjo është një dëshmirë më e mirë se jemi kanë edhe kemi kaluar mirë dhe i bëj ftesë edhe gjithë shokëve e kolegëve që me orë me provu një herë ja vlen. Ja vlen domosdoshmë të dosmave që i marrin koncerte më. S'është thonë veç dosmë, po s'është më rëndësi ka i merr porë, më rëndësi me orë me pa me shiju. Me provu pse. Po për shembull, çka ju thosh atëve, po e marrni shembull konkret. Mutat Mustafa, s'ka kush që hip në aeroplan për marrë në Dubai. Ka për mënyra tjera me orë, ndoshta mund të marrë edhe me anije, pse jo? Po mund me anije, unë synim tjetër e kemi shku në Tajland, bona pyetje këtu që shkojnë në Tajland, domethënë, nëse shkon me anije 64 ditë anija të çon domethënë deri atje. Kështu që me boni pushim, gjatë ka të bëjmë aktiv për 2 muaj, me boni pushim 3 muaj, edhe ja vlen. Allah ila për ditë 3 muaj dit. A kishe nejt dani? Allah, pasha zutin pak problem, nuk e di. Po, kjo një tip që thotë zot bënë lung, veç më kënaqë, atë nuk i intereson fort. Jo, ne nuk duhet na për aeroplanit, pse hypi në aeroplan një mësun ashta dhe se kam problem. Po dhe veç 64 ditë ishe kohë si Big Brother. Si Big Brother ishe po atje. Si Titaniku atëherë që ka... Jo, inshallah s'përjetohet. Jo. Po e si dihet, të lyp kanë herë mirë gjanë edhe keq, po nas po menojnë ashtu, po menojnë veç mirë. Jo, inshallah veç mirë. Edhe unë pyetoj çdo të mirë, kaloni qysh është mas mirë ti. Faleminderit shumë edhe për ju. Ditë e premte që i thojmë na xhumon, tash do na më shku me fal xhumon, jo se jem ashtu fetar, po për me thonë se jem konë herë në Dubai edhe kum qelluar atë do me fal edhe xhumon edhe mos mjalon edhe kon marak vetit. Gjumon e mirë, edhe juve kaloni qysh është mas mirë ti. Faleminderit shumë. Inshallah e shijoni deri në pikën e fundit. Faleminderit shumë, inshallah. Faleminderit.
Jeta e ditës, jeta e natës, bukuri e papame, por që duhet të shkohet edhe të vizitohet, edhe prej jush që i keni mundësit. Besoj dhuroj se diçka interesant ju kemi sjell prej Dubajt, por në anën tjetër edhe prej Abu Dhabit. Unë veç për ju thëmë që faleminderit edhe njëre Vastur dhe Turkish Airlines, sepse ju mund të shkoni drejt Vasturit, ta bëni përzgjedhjen e duhur dhe hotelin e duhur cilën doni të shkoni drejt Dubajt, por rahatin edhe komoditetin që ke në aeroplan nuk e ke si me Turkish Airlines. Kështu që patën mundësi me shiku shumë qka edhe realizum edhe pikrish në aeroplan servimin e gjitha. Kështu që nuk për e zgjasë ma shumë sa i përket Dubajt, sepse e shikut, këthehemi tek një bukuri e jona, bukuri e vendit tonë, por që duhet ta mirë mbajmë. Bëhet fjala për rrugovën. Në bokë të rrugovës, faktikisht unë të regova pakës ma herët se fillon sezona e re emisionit Një Kafe Mlabin, do t'jetë një pjesë interesante, ku faktikisht çdo javë do të ketë ka një personalitet publik dhe bëhet fjalë gjithçka me Zarfin. Zarfi vjen çdo ditë dera e vikendicës ku je vendosur dhe në anën tjetër janë detyrat të cilat i cakton produksioni i emisionit Një Kafe Mlabin. Protagonisti i parë isha unë, edhe do t'jem unë. Cila detyra, çka do të bëhet në rrugovë, çka do të përgatiti, gjitha gjanat, unë ju thëmë që qëndroni bashkë me ne se vinë me njëra pas pak. Por tani këtë momente është koha për t'i falenderuar gjithë ata, cilët mos në lash zoti as njëra pa ta. Ata cilët reklamojnë produktet e tyre dhe biznesin e tyre tek emisioni Një Kafe Mlabin. Por edhe gjithashtu tek Koha Vizioni. Faleminderit. Por me qenë ju pjesë e jona e pandashme, pjesë e emisionit Një Kafe Mlabin, 044 12 11 12 është numri marketingut, prefiksin ju tashmë e dini që jetoni jashtë Kosovës është plus 377 44 12 11 12. Po mund të na kontaktoni edhe nëpërmjet faqeve tona, qoftë faqes time në Facebook apo edhe faqes Një Kafe Mlabin në Facebook, në anën tjetër tek Instagrami im personal Lavinat Sëgash, por në anën tjetër tek Instagrami Një Kafe Mlabin. Por faleminderit edhe juve që na klikoni në kanalin tonë zyrtar YouTube Një Kafe Mlabin, sepse porritet çdo ditë numri i vizitorëve. Thash, për me qenë pjesë e jona, janë këto mënyrat e komunikimit të drejt për drejt bashkë me stafin, bashkë me emisionin Një Kafe Mlabin. Por, kur ishim të Dubai, do të një falenderim për Endritin, cili e ka bërë punën e mrekullueshme, edhe pse në kushte shumë vështira, po ka më mirë profesionale, por gjithçka në mënyrën perfekte e realizuar. Faleminderit shumë Endrit. Vazhdojmë tutje emisionin Një Kafe Mlabin. Shkojmë me marketing, me njëre pas marketingut. Prej tani se shkojmë në bukurinë e vendit tonë, në rrugovën tonë.